Po mbes edhe pak të ajo pjesa e lëndimit të momentit. Shpesh në vendin tonë, e di nga familjarë tonë, na vendoset ose një fashë nxehtë, ose një akull. Cila rekomandohet në këtë rast më shumë derisa të vim te mjeku? Kjo është këshill që duhet secili me marrë. Jo me nxehtë. Çdo sen që është traum, domethënë është akulli ai që e shton, e qetëson dhe jo nxemja. Nxemja është e ri qarkullimin e gjakut dhe qarkullimi i gjakut e bën ajtjen shumë më shpejt. Nëse pritet që ajtja më na ardh në që kohën brenda 6 orë, varësisht çfarë lloji frakturës është, nëse i kena nxi, atëherë kjo na ndodh brenda 3 orë dhe na hub çat momentin e ardh që na me mujt me operu shumë shpejt. Akulli dhe mobilizimi. Çka ju kisha thonë në shikuesve? Po me çat moment, çfarë do të më bë? Momentin që duhet që momentin kur ka ndodhur dhe janë plot fraktura që nuk shihet asgjë, mirë po vrihet vetë simptomi i parë që është dhimbja. Mirë po ka edhe do fraktura që vrihen simptome të para që pacienti i sheh edhe vet. Nëse kemi një dislokim të frakturës dhe kocka është shty, atëherë ai duhet me bu sendin e parë që është mobilizimi i 2 artikulacioneve që janë më të afërta. Nëse po flasim për pjesën e kësaj kockë që është tibia dhe fibula, atëherë duhet më mobilizu gjuni, duhet më mobilizu artikulacioni këmbës dhe kjo nuk duhet me lëviz. Çdo frakturë pas shkakton edhe dëmtimet e indeve të buta. Kocka është një diçka që ka shumë dhimbje, mirë po trajtimi është bashkimi që atë në 2 pjesëve që janë ndarë. Mirë po suksesi i çdo frakture është qysh janë të dëmtuar indet e buta. Përçë ata thash edhe më herët, po them edhe tash, nëse në një frakturë nuk janë dëmtuar shumë indet e buta, ai frakturë ka prognozë shumë më të mirë. Përkundër një frakture që është fraktura operohet me mënyra të ndryshme, varësisht se çka është indikacion që janë sende që duhet shumë vështirë, shumë jo lehtë mundoha, apo dona me bu një plak, apo dona me bu një nail që i thojmë na për intramedullare. Mirë po indet e buta janë që ato që mu ma jepin suksesin dhe pacientat janë të kënaqur dhe jo të kënaqur. Nëse shohim një frakturë që është me dëmtime shumë të indeve të buta, unë duna fatkeqësisht shpesh herë mi thonë pacientave që fraktura ka mu rregullu, kjo ka mu operu dhe ka mu ardhur në gjendje ç'është duhet, mirë po indet e buta e dojnë një kohë shumë të gjatë derisa të vinë. Po. A e shpjegon kjo atë mitin që thojmë është një krisje e vogël, s'është lëndim i madh. Kjo shpjegon ata që si prek indet e buta, po vetëm kocka pak. Tashti suksesi i çdo shërimi të frakturës varet sa është çaj dislokacioni dhe çfarë lloji. Tash ndajmjet e frakturave nuk i përmenda më herët, mirë po një frakturë që është me 2 ose më shumë etazha, ajo ka prognozë jo më të mirë. Duhet më mobilizu. Mandej për teleshikues të kisha thonë edhe një klasifikacion të frakturave që janë fraktura të hapura dhe të mbyllura. Çka është e rëndësishme për njerëz? Fraktura, që është ajo çamja, është një vazhdim i mundësisë deri te një frakturë e hapur. Dhe frakturat e hapura janë notfall, na i quajmë, ose emergjencë, pe quaj kështu. Çdo frakturë e hapur, nëse nuk trajtohet në mënyrë shumë të shpejtë, atëherë ka komplikacione shumë të mëdha. Dhe çdo komplikacione duhet gjithsesi mu trajtu. Prognozat janë fatmirësisht të mira për faktin se edhe në Kosovë dhe atje ku kam qenë unë, domethënë është jepet një shërbim që duhet. Këto fraktura nuk neglizhohen, mirë po çka kisha pas qef me nda me teleshikues. Do shumë e thjeshtë që nuk bën mu neglizhu një kockë e hapun. Nëse fraktura ka ndodhur, që këto fraktura të hapura ndodhin për një aktiviteti shumë sforcum dhe vjen deri te në frakturë e hapën, ajo duhet që atë standardin 6 orësh me pas shumë kujdes që me u mbyll për faktin se në ambient, në lëkurën tonë, ka shumë bakteri dhe që ato bakteri nëse vinë në kontakt me kockën, atëherë flasim për një osteomielit ose infekcion i kockës. Dhe osteomieliti mu trajtu don kohë, don punë.
për neve si ortoped është shumë e rëndësishme që ne nuk guxojmë as fare me e trajtu kockën për pa heq infeksionin.